një superfuqi shqisore, e cila quhet frison, dhe siç rezulton të kesh të dridhura nga muzika, nuk është aq e zakonshme sa mund të mendoni. Studiuesit nga USC publikuan një studim që sugjeron se vetëm rreth 50% e njerëzve ndjejnë gjërat e tilla si të dridhura apo rrënqethi kur dëgjojnë muzikë. Për më tepër, ta njerëz mund të kenë trurin shumë të ndryshëm nga ata që nuk i përjetojnë këtë ndjenja. Njerëzit që rrënqethen ndërsa dëgjojnë muzikë mund të përjetojnë një situatë të rrallë neurologjike dhe emocionale të njohur si frison, që do të thotë dridhje ose emocion. Frison ndodh kur një person preket thellë nga një stimul i fuqishëm dijor, shpesh i shkaktuar nga muzika, arti, poezia ose momente mahnitse. Ai aktivizon qendrat e shpërblimit dhe emocionale të trurit, duke shliruar një rritje të dopaminës, të njëjtin neurotransmetues të lidhur me kënaqësinë dhe motivimin. Në këtë studim së pari, ata mblodhen 20 persona dhe i vunë të dëgjonin një përzgjedhje të këngëve të tyre të preferuara. Sa herë që ndjenin të dridhura, shtypnin një buton. Të 20 personat ju nështruan skanimeve dhe rezonancave magnetike dhe 10 persona që raportuan reagime ishin dukshëm mod spikatur. Truri i tyre rezultoi të kishte një vëdhim shumë më të lartë të fibrave që lidhin korteksin e tyre dëgjimor me zonat që përpunojnë emocionet. Më shumë fibra do të thotë që këto dy zona të trurit mund të komunikojnë shumë më në mënyrë efektive. Kjo gjithashtu do të thotë që për shkak se qendrat e tyre të përpunimit emocional janë më të fuqishme, këto njerëz janë më të aftë të përjetojnë emocione ekstreme. Ky studim hodhi dritë mbi shkaqjet e fenomenit të dridhurave apo rrënqethjes që vijnë nga një pjesë muzikore, ku tashmë ka një emër dhe quhet frison dhe ka qenë një nga misteret më të mëdha të natyrës njerëzore që kur u përshkrua për herë të parë. Studimet e tjera kanë sugjeruar disa përfitime të mundshme të kësaj lloji sjelljeje. Një raport nga viti 2007 zbuloi se individët që përjetojnë ndjesinë e frisonit janë më të hapur ndaj përvojave të reja se sa të tjerët, dhe studime të tjera përshkruan nivele më të larta të kreativitetit dhe kuriozitetit intelektual. Me fjalë të tjera, vlerësimi i të bukurës është thelbësor për atë që na bën njerëz, dhe ndjesia e frisonit është thjesht një version super i ngarkuar i këtij vlerësimi.